Dihet kush do ta formon qeverinë me 15 apo më vonë, që s'kemi çka diskutojmë. Me so vota. Me vota apo me vota. Keni dërgu ftesë PDK-s për me bo koalicion? Para 2 ditëve kam dhënë të gjitha deklarimet, raportet për çështje, nuk kam diçka. A jeni përgatitur për 15 prillin? A jeni përgatitur për 15 prillin? A ka shansa për më formu qeveria? Patjetër që po. Qysh? Me cila votat e kujt? Si pas kushtetutës, me votat e deputetëve të kuvendit. 6 votë e kërko kushtetuta, sa ma mirë, sa ma shumë, sa ma mirë. Kosova ka nevojë për institucione dhe ka nevojë për një qeveri, të udhëhequr nga kryeministri Kurti, e cila mon përqendrimin në zhvillim ekonomik, në siguri dhe sovranitet, në agjendën antikorrupsion dhe natyrisht dhe integrimi evropian. A keni qenë ftesë edhe PDK-s? Nuk jam i vetëdijshëm dhe shpresoj që si ka shku një ftesë. A keni dërgu ftesë PDK-s për me bo koalicion qeveresës? Qeveria Kurti 3 do të formohet. Me votat e deputetëve të cilës parti? Pa votat e listës sërbe. Deputete, a jeni bo gati për 15 prillin edhe a mundi me zellë qeverinë e re? Edhe ta bëj që të shikoni. Ka mu bo ma e mira për krejt. Çto jeni të bindën, cak më cak. Sigurisht që me datën 15 do ta kuptoni, po ka gjosa të thoya që të bëhet qeveria dhe të vazhdojnë punë që kanë mbetur për të vazhduar. Po shpresoj që do ta bëjmë edhe pa PDK-n, edhe kryeministër do të jetë Albin Kurti e kryeparlamentar Glauko Nipsi. Prej atyre që janë përgjegjës për shtetin e Republikës Kosovës. Ne jemi fitues të zgjedhjeve, kemi kryenjerin më të votuar, jemi subjekti më i votuar 2 fish më shumë se ata që pasojnë, kështu që të martën do ta shihim. A jeni të gatshëm me formu qeverinë me 15 prill?